Ne jemi në një moment kur për herë të parë në histori fati po I buzëqesh shqiptarëve dhe Shqipërisë. Dhe pa dashur të përsëris çfarë thash më parë, po sjell një shembull për ngadalësimin, që të kuptohemi që pse aktualisht nuk jemi në kushtet kur ka ngadalësim. Raporti I një vendi jo antar I Bashkimit Evropian, po dhe I vend antar, po marr një vend jo antar, sidomos, është një raport që kalon përmes dy katësh. Kati I parë është Komisioni Evropian. Komisioni Evropian është rezultat I zgjedhjeve europiane. Europa bën zgjedhjet, zgjedh Parlamentin Evropian, dhe pastaj në bazë të marrëveshjeve që bëhen mes forcave politike etj, zgjidhen presidentja e komisionit dhe të gjithë komisionerët dhe çdo vend antar ka komisionerin e vet, që është si thosh qeveria e Bashkimit Evropian. Qeveria e Bashkimit Evropian është e vetmja qeveri në historinë e njerëzimit që s'ka asnjë metër katror të vetin, se metrat katror janë të çdo vendi antar. Por është ajo që merret me buxhetin evropian, merret me programet europiane, merret që janë të gjitha ekstra për të gjithë përtej buxheteve nacionale. Dhe kjo qeveri ka dhe një territor një që mbikëqyr që është territori I marrëdhënieve me ata të tjerët që duan të vinë të bëhen antar. Me vendet aspirante, pastaj me vendet me të cilat ka marrëveshje stabilizim asociimi, pastaj vendet që janë kandidate, vendet që negociojnë e kështu me radhë. Dhe Komisioni Evropian, në mos gabohem, ka 35.000 njerëz që janë atje në Bruksel, që punojnë për të gjitha fushat. Dhe një pjesë e këtyre njerëzve merren vetëm me ne, me vendet që duan të hyjnë në Bashkimin Evropian. Dhe për këtë arsye kanë edhe përfaqësinë këtu, me 50 veta ku diu sa kanë, që merret çdo ditë me çfarë bëjmë ne. Çfarë bëjmë me drejtësinë, çfarë bëjmë me ekonominë, çfarë bëjmë me mjedisin, çfarë bëjmë me bujqësinë, çfarë bëjmë me mediat, çfarë bëjmë me arsimin, me gjitha.